Në kuadër të investimeve strategjike për përmirësimin e infrastrukturës urbane, në Vlorë po zbatohet projekti madhor për përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit. Vlera e këtij investimi ka shifrën e 21 milion euro dhe mbështetet nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me Bashkimin Evropian si pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm për pjesën më të madhe të qytetit të Vlorës dhe do të shtrihet deri në zonat periferike. Qëllimi është garantimi i furnizimit të qëndrueshëm, cilësor dhe pa ndërprerje me ujë për komunitetin lokal. Por ndërkohë që objektivat afatgjata janë ambicioze dhe të nevojshme, zbatimi i projektit ka sjellë jo pak shqetësime për qytetarët, teksa në çdo lagje të qytetit janë hapur kanale, rrugët janë kthyer në terrene të vështira për lëvizje, ndërsa pluri, zhurma dhe trafiku i rënduar janë bërë pjesë e përditshmërisë së qytetarëve. Mendim duhet ta rregullojnë. Varet një vit e gjysmë, përse 2 vjetë. Si para shtëpisë edhe është bërë gërmall grop. Tani kështu siç është bërë grop. Ujë nuk ka. Jo do shtrohet linja ujë e re, ujë s'ka. Jo, kjo është. Çfarë të them me. Ata thonë jo do vi kompania tjetër, jo tjetra. E kam bën atë tubin e ujtë atje të cepi, se ku do të rregulloj brenda në shtëpi, nuk merret vesh. Vetëm të japim lekë se ujin po e pagojmë të gjitha. Nuk është se s'po e pagojmë. Rrugët janë bërë gërmall në gjithë territorin e Vlorës. Por tani ka thënë do vinë dhe ujë do ta montojnë. Do bëjnë asfaltin e rrugëve edhe të jenë në rregull, se u soptua me këto kanalet që kanë hapur më të zethas. Po sa vjen 5-6 muaj kjo. Kjo një kanal i parë u hap shpejt. Këto ledi bën tani vonë, kanë 1 muaj. Këto ledi që bën tani këtu për familje. Ju jeni lidhur me linjën e apo? Jo, nuk më të vjetër të gjithë akoma. Se duhet na kanë thënë kur të mbaroj që do futim satët këtu, e këto e të matin ujin. Kanë lënë një afat kohor, ju kanë thënë? Jo, s'di gjë fare. Që është një periudhë e shkurtër, është një periudhë mjaft e gjatë. Jemi të moshuar, jam e madhe në moshë. Jam e smur me tension, kur të duash mund pengohesh. Nuk e di, shoh shumë punëtor, po që s'punojnë. Këtë di të them. Jemi të pakënaqur për sa i përket përgjegjësisë që kanë këta që po bëjnë këtë punë. Nuk e di domethënë. Ku di unë 3 muaj isha në Greqi, mendoj se ata kisha të mbaruar punën, e gjej po në të njëjtin gjendje. Shumë e vështirë. Dhe fëmijët zalin fare, edhe më vjen keq në këtë gjendje, shifeni vetë. Për ujin e sjellshëm që ka bërë punën e fshat për Vlorën, bravo i qoftë, si kryetar bashkie. Po rrugët duhet i rregulloj një çik. Këtë kam unë si një individ këtu që jetoj në Vlorë. Tash janë hapur këto, kanë një 10-15 ditë, mos them më kaq. Po që po bëj një mrekulli për të çuar ujë në gjithë qytetin e Vlorës. Ndërsa projekti ujësjellësit synon të zgjidhë një nga problemet më të vjetra të qytetit, furnizimin me ujë, mënyra e zbatimit të tij po provokon pakënaqësi. Qytetarët presin jo vetëm përmirësim të infrastrukturës, por dhe organizim më të mirë të punimeve, më shumë informacion dhe mbi të gjitha respekt për përditshmërinë e tyre, sepse çdo projekt, sado i mirë, duhet të jetë në funksion të qytetarit.